mendim, tham, do bëjmë një ceremoni tonën dhe mblodhëm 10 kolegë tanë të gazetarë. Morëm mendimet e tyre për ca pyetje për gjatë një viti kalendarik, pra nga 1 janari deri tani, deri kur mbaroi ky vit. Çfarë mendimesh kemi marrë dhe çfarë gjëra veçanta kemi? Kemi prapë serte dhe do ta fillojmë me pyetjen e parë. Cili ka qenë momenti më i bukur i vitit? Pa dhe mua më mendja. Publiku ta merr mendja thua? Do të ndjekim të komentojmë. Ta ndjekim pak çfarë kanë thënë, momenti më i bukur i këtij viti në futboll për gazetarët, kolegët tanë. Cili ishte momenti më i bukur i këtij viti në futboll? Fitoria në Serbi. Sigurisht që goli i Rejmanet përballë Serbisë. Padyshim që fitoria në Serbi isha i pranishëm, emocione që nuk vinë dy herë në jetë. Them që është ndeshja Shqipëri dhe Serbi, duke qenë se ne morëm fitoren dhe ishte një ëndër e gjithë shqiptarëve. Me diferencë ndeshja e fituar në Leskovac përballë Serbisë. Mendoj që është fitoria e kombëtares në Serbi me golin e Rejmanit. Padyshim fitoria e Shqipërisë në Serbi, por ka pasur një specifik pak sa të veçantë për mua. Kam qenë paralelisht në koment në ndeshjen e Italisë dhe më është dashur që të kontrolloj emocionet më të mëdha që mund të dhuroj futbolli dhe kombëtarja shqiptare, por duke ruajtur veten sepse isha në një tjetër ndeshje në transmetim direkt. Unë fakt do zgjidhja kombëtaren shqiptare, ndeshjen në Serbi dhe sidomos golin e shënuar nga Rejmana. Realisht do ta përjetoje nga shkallët e stadiumit, mund të ketë qenë një nga eventet dhe një nga emocionet më të mëdha që kam përjetuar si gazetar. Pikërisht kombëtarja kualifikimi në play-offin e botrorit pa diskutim finalja UEFA Champions League-s me skuadrës së Paris Saint-Germainit dhe Interit. E bukur jo për nga rezultati, sepse nuk pati histori se takon rezultatit, por i bukur nga mënyra e performimit të dyja skuadrave. Mendoj që tu nuk ka dilema fare. Jo, njëri e kishte dilemë. Po. Se do ta komentoj. I tha, Paris Inter tha finalja 5-0. Tani, ose i tha i uren Interin me shpirt, ose nuk e di çka ka thënë. Ndoshta është me Parisin, nuk e di. Por mendoj që ka menduar që ka qenë futbolli i klubeve. Pra ka menduar për futbollin e klubeve. Ja, po e justifikon tani e saj. Pa, ja, patjetër të kombëtare do ta ketë dhënë, do qefëm ndonjë të vit. Po normal se kombëtare ishte suksesi në Leskovac që na bëri të këndojmë të gjithë së bashku. Serbi! Jemi live. Bëj bip montazh, bëj çfarë dush. Nuk i bëj fare. Mendoj që jemi gjithë dakord që momenti më i bukur ajo fitoria e Serbisë nuk krahasohet jo me këtë vit, por ndoshta edhe me shumë vite të tjerë. El Rejmane, kështu që për të prodhuar pak dilema, lojtari më mirë të kombëtarit ka patur te kombëtarja. Te kombëtarja shqiptare. Me që kombëtarja ishte temë kryesore, te kombëtarja shqiptare lojtari më mirë të kombëtarja këtë vit. Hajde një çka kanë thënë kolegët. Çka kanë thënë kolegët pastaj ne. Ti shohim pak. Cili ishte lojtari më i mirë këtij viti në kombëtarët shqiptare? Për atë që dha, për emrin që ishte dhe u bë, edhe për atë impakt që pati Julian Sheu. Për mua është Mariomitaj. Rejmanet. Padyshim, gëllëshnus. Tem Hoxhën për gjithë performancën që bën, lojën dhe mënyrën se si futet në fushë. Pak e vështirë se janë disa lojtarë, por për mua do zgjedhja Julian Sheu. Ndoshta mund të them atë që ka pasur impakt pozitiv për mua Julian Sheu në këtë sezon, por nëse do zgjedh lojtarin e vitit, për mua është Manaj për rëndësinë që ka pasur për kualifikimin. Besoj se lojtari më i mirë të kombëtarëve shqiptare do të jetë Elzejt Hysaj, sepse pas shumë kritikave që mori në kampionatin evropian arriti që të bëj diferencën në kualifikues të Kupës së Botës. Unë nuk do zgjedh më të mirin, por do zgjedh atë që më ka bindur dhe për mua që ka qenë surprizë për gjithë dhe realisht duhet vlerësuar dhe jam për mesfushërin Julian Sheu, i mrekullueshëm si zburimi i 2025-s. Nëse do të veçoja, do të ishte Julian Sheu, padyshim, për punën që ka bërë dhe për arritjen e tij, por njëkohësisht dhe Mariomitaj. Do të vendos Julian Sheun, jo vetëm se nuk luan një kampionat prestigjos, por fakti që ai mahniti gjithë dhe ai është një shembull ideal për të çdo futbollist që luan në abisnes superiore, por edhe në kampionate të tjera që me punë, vullnet, sakrificë mund të arrish kombëtaren dhe mund të lësh në stolin e rezervave një si Ylber Ramadani që kishte mrekulluar në kualifikuesit evropianë. Mendoj që me dominimin e votave Julian Sheu doli lojtari më mirë i vitit 2025 të kombëtarëve. Unë nuk jam dakord fare me kolegët e mi. Po si është ta njëri, më fal tani. Tani ju që na ndiqni nga shtëpia dhe ti që më ndjek nga studio, fort i nderuar babagjysh Flori. Kristian Aslani, titullar në çdo ndeshje. Po? Okej, po. Shënoi penalltin me Letonin që dha fitoren 3 pikë shumë të rëndësishme. Po? Po patjetër më. Shënoi golin ndaj Andorrës që dha kualifikimin. Po? E vërtet. Si se ka thonë asnjë Aslanin, lojtari i vitit. Habite më tepër me një lojtar i cili edhe vetë kombëtari u votua për të qenë lojtari i vitit shumë afër me Xhimshitin, po ta mbash mend Myrto Uzuni, ka qenë shumë afër. Edhe Myrto ka bërë një vit shumë mirë me kombëtarën. Pra, nuk po them ka fitonte. Por mua është Kristian Aslani. Ama
jap të drejtë për një fakt. Argumenti që ndron për vitin kalendarik. Pra, shehu ishte zbulimi i edicionit. Çfarë ka bërë shehu ndryshe? Julian Shehu është lojtari që vjen nga kampionati shqiptar dhe për vitin që kaloi kalendarik ka qenë ai zbulimi, lojtari i cili erdhi nga hiçi dhe u bë lojtar shumë i rëndësishëm, të le Shilber Ramadani Stol, shumë i quotuar te kombëtarja, nuk është aq e lehtë. Po pra, por surpriza që vjen nga kategoria superiore, ka bërë mirë, mori vendin e Ramadanit dhe ka bërë shumë mirë, por nuk mund të quhet më i miri i kombëtarës ton këtë vit. Shiko, Aslani të bëri gol me Letonin, të bëri golin kualifikues, titullar në çdo fush. Ore, për mua, po ta jepja votën, unë do thoj gjithmonë që kombëtarja ta kam thënë gjithmonë që kombëtarja ka grupin të rëndësishëm. Ti je politikisht korrekt amiku im, po lëre tani. Po nuk jam hiç një element të kombëtarëve, do të çaloj gjithë kombëtarë me një element që heq. E ke provuar në ndeshje. E ke provuar në ndeshje një element mungon të çaloj gjithë kombëtarët. Të mungoj Mario Mita 2 herë me Angli këtu dhe aty ndryshon shumë mirë. Ka mungu Zuni që qen keq. Ka mungu Flani që qen dobët. Po gjithmonë miku im, Po ka çaluar. Po jo më miku im. Ka të 11 në vet, ka lojtarë të rëndësishëm. Ku ke çaluar ti? Me Anglin të mungoj Mario Mita, psove 2 gole atje. Sa pësune tu? 2 apo 3? Sa pësune tu? 2 gola këtu. Me Angli që është normale, apo jo? Nuk është lehtë. Kur të mungoj tjetër? Nuk është lehtë. Po jo, mor miku im se jeni gabim. Julian Shehu, lojtari më i mirë. Sigurisht ka bërë shumë mirë, por lojtari më i mirë kombëtares është pak surpriza po. Jam dakord, surpriza kombëtares po, nuk u priste, po lojtari më i mirë tashi. Kush ka qenë golesh më i mirë joni? Reimane me 3 gola. Që është kandidatur për lojtarin më të mirë, se ka bërë 3 gola. Nuk ka diferencë madhe me lojtarët e tjerë. 3 gola, 2 ndoshta e favorizon golin Serbi që ishte i rëndësishëm. Atë, po, pra Reimane 1, Aslani 2 gola shumë të rëndësishëm, 2 gola 6 pikë kualifikimi, jo shok. Gol me Letonin në penallti, golin me Andorrën që kualifikoi. Nuk ta mohoj. Është Aslani ose Manaj. Por edhe vet ata që kanë votuar për Shehun kanë dhënë argumentin që ishte lojtari i cili na mahniti këtë vit. Për faktin nga erdhi. Po pra, po janë argumente për surpriza, jo për më i miri. Një lojtar i cili futet dhe le një nga titullarët në Stoli bie që ka bërë diçka shumë mirë apo jo. Po është surprizë, më po jo më i miri mor burr. Sepse s'ka shnuar gola, s'ka dhënë asistime që thoshë ky e bëri diferencën. Ka qenë thjesht në fush. Sovrani tha fjalën e vet. Populli votoi, gazetarët votuan. Unë nuk bie dakord me vendimin e kolegëve të mi, me votimet e kolegëve të mi, por. Mirë, çfarë do mendosh ti për lojtarin më të mirë europian për votat që kanë marrë? 2025-s. Hajde njerë, më mahnit. Cili ishte lojtari më i mirë këtij viti në Europë? Për vitin 2025 mendoj që shkoj për Fabian Ruiz. Për mua është Harry Kane. Mund të them Vitinha i Parisit, një katalizator në mesfush. Në tërheq pjesa ime Harry Kane. Lojtari më i mirë mund të them që është Dembele. Ka shumë, Mendoj që lojtari më i mirë është Lamine Yamal, për atë që bën fush është ndoshta nga më të mirë. Kam përshtypjen që Kylian Mbappé ka treguar edhe në këtë gjysmë të parë të sezonit, por dhe në pjesën e parë të edicionit se është një prej futbollistëve që bën diferencën, ndoshta edhe Harry Kane, por do shkoj me Mbappé. Shumë e kritikojnë, shumë ndoshta e gjykojnë për të shkuarën, unë jam i mendimit që për mua Ousmane Dembele ishte lojtari më i mirë i sezonit. Dhe çfarë ka ndodhur mbas topit art nuk është se më intereson shumë. Për mua është një lojtar i cili ka dhuruar shumë dhe është tek Reali Madridit, lojtar i cili dhe te kombëtarja e Francës Kylian Mbappé. Pa diskutim që do të vendosja Gianluigi Donnarumma, por nga performanca që ka patur si portier, impaktin e tij dhe vlerat e të jashtëzakonshme. Si se ka thonë asnjëri për ju, Rafinhën për top tart. Për më i miri. Unë u habita në moment, si po prisa të paktën një ta thoshte Rafinhën, ta mendonte, por u habita edhe për një emër tjetër. Lojtari me më shumë kontributa, gola, asis për këtë vit. Kush më? I madhi i futbollit Lionel Messi. Ama ik. Po ik se Lenamo. Thiri mendjes. Po gjok, këtë bëra për të nxehur ty, ama. Që ka qenë lojtari me më shumë kontributa. Po i më na barkun. Ore Rafinha se tha njëri Rafinha lojtari kryesor i Barcelonës. Rafinha ishte kandidat për topin e art dhe mendohej që ishte më mirë nga Yamali. Pra, nëse dikush e tha Yamalin, e tha Genti Yamalin. Alinani, po. Po, e tha Genti Yamalin, atëherë edhe Rafinha do ishte mos i ke bërë që votimet në presion të këtyre se s'ka mundësi mos ta thonë njëri Rafinha. Ka qenë falet Barcelonën ndërkohë që merja pyetjet. Si keni thënë Rafinhën, ju qofshi. Ti me mua votojmë për Rafinhën? Unë do votoj Rafinhën. Edhe unë votoj Rafinhën. Ti vota Rafinha, fitore Rafinha. Enrico tha Dembele. Zela tha Mbappé. Da jetë që tifozi Realit Zela. Barazë rekord e Ronaldos, po më mirë këtë viti jam. Ja, edhe për mua sa Mbappé. Ka të mirë vitit kaluar. Aida tha Dembelen. Jo, tha për Dembelen. Isai tha Donnarumma. Mendoj që në jetën e tij pëlqen portierët ose ka qenë portier vet. Nuk ka shpjegim tjetër. Ndoshta do ta pyesim. Yljaga tha Harry Kane.
Ylli Aga të paktën e bëri paraprit që tha preferenca ime është Harry Kane. Subjektiv. U bë pak tifoz. Edhe Niko tha Harry Kane dhe Niko është subjektiv. Me Bayernin normalisht. Alinani tha Jamalin, Gianni tha Fabian Ruizin. Fabian Ruizin më habiti më shumë nga të gjithë emrat, me thënë drejtë. Edhe mund çudit, më shumë se Donnarumma joje, për mua Donnarumma i pari çudia më e madhe. Nuk do kisha futur fare në top 5 për këtë. Pastaj Fabian Ruizi për mua, po që varet çfarë ka parë Gianni që nëse kemi vënë re. Trajneri më i mirë i vitit. Nuk besoj se kemi. Nuk ka dilema më ndaja. Kemi alternativa? Ta ndjekim për procedurë, ta ndjekim pak. Si parlament fole këtu miku im. Cili ishte trajneri më i mirë këtij viti në Europë? Kjo është pak e vështirë, po them Luis Enrique. Luis Enrique le të themi. Normalisht fituesi Luis Enrique nuk ka shumë dilema. Luis Enrique i Paris Saint-Germainit. Me diferencë Luis Enrique. Luis Enrique, besoj që nuk ka dilema për të. Pak sa e vështirë, por do të shkoj me Luis Enrique, me trajnerin e Paris Saint-Germain, i cili arriti që të bëj magjin me skuadrën parisiene. Do të shkoj me Luis Enrique, ka bërë një rrugtim mbreslën në zotoja të jashtëzakonshëm. Luis Enrique, edhe pse nuk e mbështes si trajner, por që mendoj se ka bërë mirë me Paris Saint-Germainin dhe Pa diskutim Luis Enrique, të fitosh me Paris Saint-Germainin nuk është asnjëherë lehtë, aq më tepër kur themi që është hera e parë që e bën këtë lloj gjëje dhe mënyra se si erdhi tek fitoria, një skuadër që dominoi frikshëm çdo kundërshtar me lojë dhe me rezultat dhe kjo nuk ishte një rasti sepse ai kishte bërë me Barcelonën, por kur e bën me njësi Paris Saint-Germaini, nëse mund ta themi kështu, Luis Enrique bëri atë që u bënte, që bën e Drirtova, pra Drirtova po fiton me skuadrën e Ignatius futbollit shqiptar. Themi që Laçi si Maradona, themi që ku diun ky si Modric. Ti do Isa i thot, Enrique si Tetova. Isa është i madh. Isa është i madh. Më mek fare ti madh. Ka një mënyrë të vetë që e shikon futbollin. Është pasionant i madh. Në të vetën është shumë interesante. Enrique si Tetova. Dhe ti sa po fitove ftesën për të Andale Sport me gjithë mendimet që ka dhënë deri tani. Publike ftesa. Se mu pëlqej personazhe që kanë një ide të vetë për futbollin, ndryshe nga të tjerët. Enrique si Tetova. Krahasimi ishte që po bën mirë me një ekip. Edhe pse Parisi ka yje, i ka, por Enrique si Tetova, e ke qami kuj, nuk kam çfarë të them fare. Edha shpjegim. Nuk kam çfarë të them, është i madh. Çfarë kemi tjetër? Luis Enrique, një të votë do bëj edhe unë, pra nuk ka sa bita fare për këtë. Kush tjetër? Kush? Se po thoshin, than 2-3 që çike vështirë tha. Ku është vështirësia? Për gjithë vitin që ka bërë Enrique për atë historinë e vet që pati. Mori Champions, mori kampionat, mori kup, Superkup Europe, kupën interkontinentale, vetëm kupën e botës së umi dhe atë umin finale. Por për t'i vënë pak në